Ju përshëndes, mirë se erdhët. Do të ndalemi ditën e sotme dhe do të flasim për strehimin. Bashkia e Tiranës ka hapur aplikimet për programin e subvencionimit të interesave të kredisë. Aplikimet do të jenë të hapura deri më 19 maj, ndërkohë që janë përcaktuar edhe kategoritë, kriteret që do të ndiqen për të përfituar. Unë dua pak përpara se të nisim edhe bisedën, të hedhim një sy, le të themi, edhe kritereve dhe disa prej, le të themi, elementeve që do të merren në konsiderat për të përcaktuar masën e përfitimit. Gjithçka varet nga struktura familjare, që do thotë ata të cilët janë një person i vetëm, struktura e apartamentit që do të përfitojnë do të jetë një garsoniere, niveli maksimal i të ardhurave në këtë rast duhet jetë mbi 83.000 lekë, ndërkohë niveli minimal i të ardhurave është në nivelin e pagës minimale për vitin 24.400. Vlera maksimale e kredisë, sipas shkresës ministrisë, do të jetë diçka tek 5.8 milion lekë të reja, ose gati 58 milion lekë të vjetra. Ndërkohë, për familjet me 2 antar, struktura e apartamentit do të jetë 1+1, niveli maksimal i të ardhurave në këtë rast duhet jetë më shumë se 111.000 lekë, ndërkohë që vlera maksimale e kredisë do të jetë diku 7.1 milion lekë, pra 71 milion lekë të vjetra. Ndërkohë që për një strukturë familjare 3 deri në 4 persona, që do thotë 1 ose 2 fëmijë, struktura e apartamentit do të jetë 2+1, niveli maksimal i të ardhurave do të jetë mbi 147.000 lekë, dhe ndërkohë vlera maksimale e kredisë diku tek 10.5 milion lekë. Ndërkohë për një familje më të madhe, le të themi plus 5 antar, struktura e apartamentit do të jetë 3+1, niveli maksimal i të ardhurave do të jetë mbi 165.000 lekë, duhen për të përfituar këtë vlerë financimi, ndërkohë që mbështetja do të jetë në masën, pra maksimalisht 13 milion lekë. Janë këto, ne do të kemi mundësi që të diskutojmë mbi gjithë praktikën që do të ndiqet, se sa mund të gjesh, se ka qenë një sfidë më vete gjetja e apartamenteve në këto vlera, nga ana atyre qytetarëve që mund të kualifikoheshin në programin e Bashkisë Tiranë. Dua të ju uroj mirëseardhjen në këtë pjesë dhe për diskutuar gjatë gjithë emisionit. Esmeraldo Gjakolli, ekspert ekonomie, përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi që jemi ne. Po ashtu Dorian Sanxhaku, ekspert i tregut të pasurive të paluajtshme, përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi. Si edhe Elvis Limane, po ashtu ekspert i tregut të pasurive të paluajtshme. Përshëndetje dhe kënaqësi. Hapja aplikimeve, tani një mendim paraprak, lidhur me nivelin e të ardhurave dhe vlerën maksimale të kredisë, nga 5.8 milion deri në 13, gati 13 milion mbështetja. Mund të gjenden sot apartamente në këtë vlerë, Dorian? Sfiduese është. Sfiduese. Për kë më shumë nga kategoritë nisur nga struktura e familjes? Të gjitha, nga pak. Sepse normalisht është një lehtësim, absolutisht, për familjet të cilat duan të marrin, por e gjitha qëndron tek pjesa e gjetjes së këtyre apartamenteve, sepse kërkesa është më e madhe, edhe duket si paradoks fakt ka shumë ndërtime që bëhen, por realisht kërkesa është më e madhe se sa ne po ju ofrojmë klientëve. Dhe të kemi parasysh që disa klientë janë të gatshëm që për të njëjtat apartamente të ofrojnë edhe më shumë se sa këto çmime. Kështu që kjo është sfida më e madhe. Përpos faktit tjetër që ne kemi një shtim të huajve të cilët po blejnë, kështu që automatikisht kjo barë shkon tek gjetja e këtyre apartamenteve. Ne jo vetëm tek kreditet buta, por tek kreditet institucionale, që janë përsëri edhe një pjesë tjetër e këtyre kredive. Po, që janë me që mbulon nga buxheti i shtetit, sepse ky është një program i cili është pushteti lokal. Po, është ndërmarrë nga Bashkia e Tiranës. Ndërsa të tjerat është një politike përvitshme. Pak a shumë kanë të njëjtat kërkesa, kështu që në të dyja tipologjitë është e njëjta procedurë që ne kemi vështirësi në gjetjen e apartamenteve në këto vlera gjithmonë. Edhe pse, pra, ajo që ka ndodhur se po ta shikosh niveli mbështetjes është rritur, nga vitin në vit, por sërish mbetet larg vlerave që mund të jenë në përputhje me vlerat që ka tregu sot. Sidomos edhe duke pasur parasysh strukturën familjare. Po, ne në këtë studio kemi cekur disa herë që duke lidhur me rivlerësimin,
ajo rivlerësimi bëri që shumë apartamentet të cilët kishin një vlerë shumë të ulët, të ngrihet vlera pikërisht edhe për kreditimin, sepse vinte banka dhe nuk arrinte dot që t'i gjente një pikë lidhje midis çmimit real të referencës dhe çmimit të tregut. Nuk po them që nuk mund të gjenden fare, por që është e vështirë. Është sfiduese. Është sfiduese. Është sfiduese. Po Elvis. Unë mendoj që patjetër në atë çfarë tha Dori që ne jemi çdo ditë në treg, raporti i çmimeve me vlerat ka goxha diferencë, por e shikoj si një plus për gjithë ato persona që kushdo pushtet, qoftë lokali, qoftë qendrori, kushdo institucion i jep një dorë i themi, nëse ne jemi në një punë administrate dhe prej 10 vitesh mendojmë për të marrë një apartament dhe planifikojmë që ata apartamente ta marrim edhe me kredi personale në bazë të ardhurave, kjo patjetër që është një plus për vlerat që kompenson bashkia në këtë rast. Po, sepse nga ana e bashkisë mbulohet, nga ana e qytetarit mbulohet interesi 3% dhe principali. Pra vlera e financimit. Ndërkohë, pjesa tjetër mbulohet nga apo subvencionohet nga bashkia. Po, domethënë dhe këtë duhet ta theksojmë sepse është vetëm kjo pjesa e interesit që subvencionohet nga bashkia dhe qytetarët duhet të kalojnë nëpër 3 faza për ta përfituar atë. Faza e parë që është aplikimi, pastaj që është miratimi i saj dhe më pas do të jetë edhe miratimi nga vetë banka. Domethënë mos keq kuptohet kjo pjesë, mjafton thjesht aplikimi dhe përfitimi direkt nëpërmjet ILB-s dhe pastaj kredia si thua është Pra janë disa faza në të cilat banka ajo që jep vendimin final. Financimin dhe marrjen e çelësave në dorëzim. Unë nuk dua të jem skeptik, po për ta parë kështu nga ana e shkencave ekonomike, si thua, një problematikë e tillë ka ndodhur në SBA-n vitin 2008. Nuk ka lidhje drejt për drejt me një financim të tillë, po ishte problematika që nisi në vitin 2008 ishte pikërisht nga kredit që jepeshin për shtëpi. Ishte një domethënë politikë administratës që çdo amerikan, çdo shtet si Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet kishte shtëpinë e tij dhe e dim pak a shumë si ishte ajo pjesa në moment që shteti ishte garant i këtyre kredive, që shpërtheu pastaj një krizë financiare ku çdo individ merrte shtëpi, domethënë merrte kredi dhe blinte shtëpinë pa pasur ato filtrat e domosdoshme dhe pastaj u krijua një fluks kaq e madhe sa prapë në fundit përfituesit ishin bankat. Po mos ta bër kaq skeptike sa po e thua ti, nuk jemi në njëjtin rast sepse bashkia në këtë rast garanton një marrëveshje me bankat e nivelit 2, por prapë prona duhet gjendet një pronë me certifikat pronësie, nuk ka asnjë barë fiskale bashkia që do bllokojë në interes të... Jo, kam në afatgjat me aftësinë likuiduese që do të kenë individët për ta përballuar shtëpinë afatgjatse. U miratua kredia. Po, ka që element, duke qenë se u futet e pjesa kritereve dhe fakti që çfarë mund të sjell një skemë e tillë që mund të jetë një skemë që mund të jetë oportune, sepse jo të gjithë kanë aftësi përballuese dhe sa kohë interesi mbetet fiks, 3%. Pra i pandryshueshëm sepse pjesën që ndryshon të normës së interesit e mbulon bashkia. Qytetari paguan vetëm një normë fikse interesi që është 3%. Edhe vlerën që do të përfitojë nga banka, pra vlerën e kredis, maksimale të kredis. Këto kritere që aplikohen, sepse ne dim çfarë ndodh në rastin e programeve të tilla, që do thotë edhe kur bashkia bën filtrin e parë, banka operon në mënyrën e saj, që do thotë nuk mjaftohet vetëm nga filtri i bashkisë, por gjithë procesi kalon nëpërmjet bankës edhe e gjithdosja, praktika, procedura e kështu me radhë nis nga fillimi në bankë. Pra banka edhe pse mund ta ketë dhënë aprovimin bashkia, banka vazhdon me procedurën e vet. Mendon që kaq kritere, pra duke pasur parasysh nivelin maksimal të ardhurave, që është do me thonos, por edhe penalizues, se do ndalim edhe të kjo aspekti, por mendon që në të ardhmen mund të krijohen hapësira për deformim të tregut? Edhe mund të krijohen varet dhe nga, po unë e shikoj edhe tek pjesa e biznesit. Do të thënë bankat kanë një problematikë sepse unë mendoj se edhe kjo si procedurë dhe mund të zgjasë në kohë. Procedurat e filtrimit nga bankat zgjasin në kohë, kanë kritere të tjera dhe e shikojmë dhe tek bizneset nga puna jonë e përditshme që aplikojnë në banka të ndryshme, të gjithë pak a shumë kërkojnë njëjtin dokumentacion, i sorrollasin në një farë periudhë dhe në fund marrin të gjithë njëjtën përgjigje. Pra, kur dhe biznesi me bilancet konsoliduar ka të vështirë për të marrë një kredi të tillë, imagjinoni se sa vështirë mund ta ketë banka për të akorduar këtë kredi, po themi qytetarëve. Kështu që duhet parë këtë vështirësi mbasi kalon këtë filtrin institucional edhe tek ana e fakti që janë bashkitë
Në këtë rast, Bashkia e Tiranës, garantuese, nuk është një lloj buroje? Është garantuese vetëm me diferencës së normës së interesit. Po. Besoj se Bashkia nuk garanton në momentin që qytetari nuk ka mundësi që të paguajë më kësët mujore, pastaj ajo pranë do t'i kalojë bankës. Nuk e mbulon Bashkia. Për të pasur një konstatim, ndoshta do duhet të shinim regjistrin e atyre që kanë përfituar dhe si ka qenë në raport me pagesat. Për shembull, një dhënë që tani është e pamundur ta gjenerosh, por ajo mund të ishte një lloj indicie. Gjithsesi do të ishte masa faktet kanë treguar sepse kjo nuk është risi, kjo nuk është hera e parë, është e përsëritur dhe ka funksionuar, ndoshta ajo 100% në filtrin e dytë dhe të tretë, është ajo çapo diskutote dhe kolegu, sepse banka është institucion i pavarur, është privat dhe normalisht ka politikën e vet. Minimalisht për të proceduar me një kredi të tillë duhet një kohë prej 90 ditësh mesatarisht deri në ekzekutimin final të një procesi shitblerje të një prone. Tani, duke u rikthyer pak tek niveli maksimal i të ardhurave që duhen për të qenë pjesë e këtyre skemave, që është një ndër kriteret. Pra fakti që ajo çfarë kërkohet, le të themi, për të qenë përfitues, nisur nga struktura familjare, është që kërkohet një bazë të ardhurash që po ashtu është garanci mbi 83, pra kufiri është 83.000 lek edhe gati 165.000 lek, që nuk janë pak. Madje në një koment ishim që kjo kategori me këtë nivel të ardhurash mund të konsiderohen familje në nevojë, nëse i kanë kaq të ardhura, pra? Ne po diskutonim pak më para. Ky programi faktikisht nuk është për të pastrehët, është për njerëz të cilët minimalisht kanë një pagë. Janë të punësuar, sepse një pastre nuk merr dot 83.000 lekë të reja në fund të muajit, po ky term një pastre pastaj ka të përshtetëllimet e veta brenda, për çdo individ dhe çdo person, po flasim për rastin e parë për gazonierën, që ka një pagë mbi 84-85.000 lekë, 90.000 lekë të reja, normalisht kjo lidhet edhe me pozicionin e punës, profesionin që ka, besoj që nëse s'ka ekspozimet të tjera në për banka, është që dalim ke filtri i dytë, është lehtësisht përfitu si një kredi e tillë. Si gjykon, Esmeraldo? Lidhur me nivelin e të ardhurave? Po më lejove do të tregoj një anekdot vogël. Është pak kështu jashtë kohe, po. Po e them me Nastradin. Nastradini, kur nuk kishte mundësi financiare për të ushqyer kalin, edhe tha do të mësoj që në periudhë të gjatë ta mësoj që të jetoj pa ngrënë fare. Dhe periudhë mbas periudhë i racionon ushqimin, i heq nga pak, dhe kali sigurisht që do psohet me kalimin e kohës. Vjen një moment mësohet pa ngrënë, po të nesme ngord. Dhe thot Nastradini, thot, më kato tani që mësoj të jetoj pa ngrënë, tani ngordi. Si o ta lidhte tani? Këtyre familjeve, duke ja e lënë këtë peshë mujor, që në fillim është diçka pozitive që ti të kesh shtëpinë tënde, banesën tënde patjetër, por pastaj do t'i shtosh një barë mujore që është likuidimi i interesit dhe principalit mujor që t'i ke. Që do të thotë, pavarësisht se sa mund ta mendojë në afatgjatë se sa ka aftësinë shlyese të kësaj kredie, është një barë që do ta ketë në periudhën afatgjatë. Dhe këtë diferencë të ardhur do ta zbres nga 25-30 vite. Po, por është diçka që do ta zbres nga shpenzimet e përditshme që mund të jetë arsimimi i fëmijëve dhe shpenzimet të tjera, domethënë. Kështu që ata që do të aplikojnë dhe do të kalojnë gjitha filat, mendoj se duhet mendohen mirë. Mos gënjen veç nga kjo pjesa e subvencionimit të interesit, të shikojnë të ardhurët e tyre, domethënë reale, se sa janë dhe të bëjnë një llogari që sa është diferenca që u mbetet mujore, duke pas parasysh edhe përshtellimet ekonomike që shikojnë në mbar. Por pa u futur te pjesa e llogarisë, se sa do t'ju mbetet në momentin që ta bëjmë pak më të thjeshtë. Po. Se do ta lidhim pak me pyetjen që ju bëdhëm përpara, pse janë këto vlera. Pikërisht këto vlera janë për të gjetur atë lloj likuiditeti që nuk do ketë vështirësi, se ne flasim për bankën, sigurisht që banka do ta vlerësojë riskun, sepse është institucion i pavarur, por pikërisht për këtë arsye janë vendosur këto çmime, të cilat këto paga, që të ketë mundësi kushdo që të përfitojë që ta ketë dhe mundësinë e likuiditetit. Po, të shlyejë kësin e kredisë, njëkohësisht të përballojë edhe kostot dhe shpenzimet e përditshme. Ajo që thot kolegu që ndron që a janë për të pastrehet, pra rrezikon kjo si një program i cili është ideuar
edhe ka marrë formë dhe vjet në jetë pikërisht për t'i ardhur në ndihmë një shtresë të caktuar, pra disa kategorive të caktuara, të cilat nuk kanë mundësi për t'u qasur ndryshe një programi, pra apo për të marrë financim nga banka. Edhe qëllimi është pikërisht që t'u mundsoj atyre aksesin në sistemin bankar, duke dalë vetë bashkia pra garanto, apo duke u futur vetë institucionet lokale në këtë mes. Ato pastaj janë pronat sociale. Ato janë pronat sociale, nuk po flasim për rastin e... Si pronat sociale? Ato janë banesat sociale, nuk kanë bëjë janë fare me këtë për një kategori të caktuar, që për shembull mund të jenë ndihmë ekonomike dhe normalisht nuk plotësojnë asnjërin nga këto kriteret. Pra, ky nuk është një program i cili Tjetër program, po. Ajo është, Domethënë, nëse i referohemi apartamenteve që janë bërë në Shkos, Jo, përposë kësaj, pra që ka disa programe ndihmë, por në thelb qëllimi ka qenë pikërisht për të mbështetur ato kategori të cilat e kanë pamundur që edhe në rastin konkret financohen nga sistemi bankar dhe të sigurojnë një banesë. Në prag të shtresës mesme. Kjo është në prag. Unë do të thoja për gjithë ne që jetojmë dhe punojmë në Tiranë, e dim që për çdo familje të re ose një çift të ri ose që sapo pritën të bëhen me fëmijë, pjesa dërmuese nuk e kanë pasur mundësinë më para të kenë një shtëpi në Tiranë. Kryesisht mbi 90% janë me apartamente me qera. Dhe ne dim sa është raporti i çmimeve të qeras. Dhe në fund ditës kjo është matematikë, është llogari. Nëse ti jeton dhe punon në Tiranë dhe paguan qeran e apartamentit, pse jo mos marrësh të? Paguash po. Dhe ka disa kritere, duhet jesh mbi 18 vjeç, nuk duhet kesh një apartament. Ato janë baza ligjore pastaj që janë për çdo rast. Tani, a është lehtësuese, sigurisht është lehtësuese. Ajo që ne themi që pjesën e interesit principalin e mbështet bashkia është qetësi për secilin që do ta marrë, do ta përfitojë nga kjo skem. Sepse në raste të tjera nëse e marrim si principalin dhe deri në 3% dhe paguajnë qytetarët. Çfarë ndryshon interesi? Dhe nuk është pak, se ti ke qetësinë, domethënë në vazhdim. Domethënë nëse ty të rritet çmimi i interesit dhe ke garantor bashkinë, kjo është lehtësi. Praktikisht e thon gjuhë popullore, po merr lek borx, po s'do ja dish faleminderit kërkujt. Po ja merr bankës edhe. Po, i vetmi përfitim është që interesi është një interes i pandryshueshëm. Është fiks. Pra, nëse shlyerja është e përcaktuar për 25 vite apo 30 vite, interesi mbetet i pandryshuar, fiks, një interes fiks, 3%. Dhe në thelb, banka bën të njëjtën procedurë si çdo apartament i zakonshëm. Thjesht garantor në këtë rastin konkret ka bashkinë. Kjo është qetësi për gjithë ata të tjerë do ta përfitojnë. A duhet të ishte një prag më i lartë për të ardhurat? Kjo jo, sepse normalisht i binde pastaj që do... Jo, ne flasim një prag më tullut, se më të lartë, edhe ndoshta s'kishte nevojë fare për këtë programin. Por, pse janë vendosur këto, ose nuk besoj që janë vendosur rastësisht, sepse ai që e ka hartuar, e ka bërë që ai që do ta përfitojë të ketë mundësitë ta likuidojnë në vazhdim. Se është e drejta që të kolegut, çfarë do ndodhin pas 7 vitesh, po themi, 8 vitesh. Kështu që prandaj janë marrë këto Nuk është vetëm ka pasur raste ndjenin tuaj që edhe pse kanë marrë aprovimin, pra janë miratuar nga ana e Bashkisë Tiranë, kanë mbetur pengi procedurave bankare që do thotë janë skualifikuar nga banka pikërisht se nuk kanë plotësuar kriterin lidhur me nivelin e të ardhurave? Ka patur raste që i kanë përfituar njerëzit që s'duhet i përfitonin. Është temë tjetër. Kështu që dhe kjo vlen të thërsuar për gjithë ata të cilët i kanë hartuar, sepse në shumë raste janë pjesë administratës të cilët i përfitojnë këto edhe pse nuk duhet i marrin. Se normalisht nëse e përfiton ai, heq të drejtën dikujt një familje që i duhet. Kështu që kjo duhet theksuar. Nuk është një herë, 2 herë, ka raste konkrete të cilët persona të përsëritur që përfitojnë nga këto skema. Dhe nuk përfitojnë familjarët. Kjo është një çështje tjetër, dhe meqense jemi në fillim të aplikimeve, kjo vlen edhe si një thirrje për institucionet të cilët ta ndjekin të gjithë procedurën me shumë kujdes dhe realisht e japin atë që i meriton kujt i meriton. Lidhur me kategoritë të cilat do të kenë prioritet, le të themi, në këtë program, kategoritë të cilat mund të aplikojnë dhe që do të trajtohen për posa atij aspekti. Çdo qytetar që është mbi 18 vjeç, që atëherë mbi 18 nuk lejohet, sepse do kalojmë ke filtri i dytë pastaj, se e tha Dori, por nuk është e saktë. Banka nuk financon nëse ti nuk je mbi 26 vjeç. Nëse të programi me 18 vjeç ti nuk shkon do të bësh aplikim në bankë dhe të marrësh kredi për shtëpi. Nuk financon. Ato vlerat që shikoni aty, po ju them pak anën teknike, maksimale 165, 147, 111. Ja pengesa e parë, ajo. Ato janë në ato vlera, janë të llogaritura ekonomikisht, sepse po
profesioni im më parë shumë ka qenë punojës banke dhe jam ekonomist dhe unë. Kështu që ato vlerat janë sepse raporti i kredive sot ka ndryshuar. Sigurisht. Vendoset mosha maksimale e kreditimit, që është 65 në këtë rast, dhe të llogaritet mosha që ti je mosha sot. Nëse ti sot je 40 vjeç, kredia jote ka afat 25 vjeçar, dhe normalisht kjo si do të dali më i lartë. Nëse ti je 25, ti mund ta marrësh kredin për 40 vjet. Sepse çdo gjë banka e ka kanalizuar drejt kësaj skeme. Domethënë 65, 67. Okej. Dhe bëhet zbritja e viteve dhe për llogaritja e shumës totale që banka aty të disburson. Dhe prandaj është vendos ai tavani aty 83, 111, sepse ti mund të jesh 45 vjeç dhe kërkon të marrësh një apartament në rastin 3+1. Po? Që duhen të ardhurat mbi 185.000 lekë. Adam, fal, se kemi skemën unë duhet të referohemi, po sepse e tha kolegu, por realisht këtu qëndron se nuk dua që të kemi replik, por thot. Jo, replika mirë është, nuk ka si individët të cilët në momentin e paraqitjes kërkesës kanë mbushur moshën 18 vjeç. Po, prandaj thashun që kjo është sepse i referojmë te do të shkosh ke banka pastaj, mund ta marrësh si informacion. Ajo është tjetër çështje. Domethënë banka nuk banka është tjetër çështje. Nuk është era parë që ka lapsus. Atëherë, një 18 vjeçar, përsupozohet, ajo thot starton nga mosha madhore me ligjin shqiptar. Mosha madhore në ligjin shqiptar është 18 vjeç. Sigurisht. Një 18 vjeçar, rastet sporadike janë në Shqipëri, përsupozohet të jetë në vit parë shkollës lartë. Nuk ka të ardhur ai milion lekë muaj. Apo po flas unë gabim? Jo, përfiton se përfiton, po si rregull se ne dalim praktikisht përsupozohet që një ri shqiptar deri në moshën 23-24 vjeçar është në studime, anë profesionale, nuk mbulon të ardhurat. Okej, po që mos i shpërqendrojmë dhe dëgjuesit, si rregull e përfitojnë 18 vjeç. Pastaj, nëse kriteret i plotësonin secili individ, kjo është çështje vete, sepse dalim tek e njëjta çështje. Bashkia thot je okej për mua për ta marrë si apartament, dhe banka nga ana tjetër që vlerëson rrezikun thotë shiko, unë nuk ta marr përsipër. Pra, atëherë ajo është aplikimi dështuar. Ajo është aplikimi dështuar. Nëse shkoni vetëm në të sqarohet se mund të ketë një aplikim shumë të madh të këtyre personave nga 18 deri në 26 vjet që automatikisht do t'i kthehet mbrapsht, i bie se do të aplikojnë kod, është fluks. Nëse nuk kanë nivelin ne e dim të gjithë që ti për të marrë një financim nga cila do bankë niveli 2 të Shqipëri, ti duhet kesh mesatarisht një vit punë të deklaruar. Mesatarisht. Starton nga 6 muaj, po bankat e kanë qefin një viti e ti t'jesh i konsoliduar ka jo puna ku ti punon, ato të ardhurat ti kesh permanente çdo muaj dhe mund të kalosh pasaj në etapat dhe në filtrat që ka e se cila bankë. Se bankat procedurat... Dolën dy probleme, një nga banka, një për gjithur apartament. Bankat procedurat i kanë të gjitha të njëjta, paka shumë, vetëm normat e interesit ndryshojnë për banka. Tani, kur ne themi... Po, dhe lista dokumentacioneve që kërkojnë si që të lista dokumentacioneve baza e njëjtës. Të gjithë bankat. Po, është procedurë e zakonshme. Se ne morëm diskutimin duke i konsideruar vlerat, tavanet, pra si pragje, jo më ato tavanet lidhen me moshën. Jo më shumë. Lidhen me moshën. Niveli maksimal. Se ne kemi bëm një diskutim duke i konsideruar tavane, do me thënë duke i konsideruar dyshemen, por në fakt ato janë tavane, që do thotë, e rikthejmë pak tabelën për qartësim? Po, ato janë tavane, që do thotë, niveli maksimal i të ardhurave në rastin kur aplikohet nga një individ pra, i vetëm edhe që mund të përfitoj një garsoniere, niveli maksimal i të ardhurave është 83.000 lekë. Pra gati 83.000 lekë. Që do të thotë, këtu mund të aplikoj edhe dikush me një të ardhur apo me një pagë minimale. Po pa tjetër, mund të aplikoj çdo kush që ka pagën mbi 24.400 lekë. Por jo më shumë se sa 83.000 lekë. Okej, ta sqarojmë këtë aspektin. Pra, jo më shumë se sa... Të ardhurat mujore neto 83.193 lekë. Në rastin kur janë një çift i ri, le të themi, niveli maksimal i të ardhurave, se këtu është ajo, pra fakti që ka një tavan, le të themi, për të ardhurat, është pikërisht për ta kanalizuar këtë program drejt atyre kategorive që mund t'jenë në nevojë. Dhe nëse flasim për 1+1, pra një çift i ri, le të themi, niveli maksimal i të ardhurave duhet jetë diku te 111.000 lekë. Paka shumë dy persona me minimale. Pra, është mbetemi sërish në nivelin... Kjo skema është për llogarit për atë fashën e njerëzve që ato të ardhura kanë në fund muajit, por që të përshtaten në këto nivele shifrash.
Ideja është në nivele pagësh, mundësia për të kursyer është shumë e ullët. Okej, pra është ai aspekti që sa do të marrë kredia dhe sa do të mbetet për të Prandaj unë po e bëj analizën atë. Kjo është temë shumë e madhe pastaj. Variacion, domethënë që sa i mbetet, sepse supozohet që do jenë në këtë fashë të ta. Se unë do duroja për shembull që nga ky programi të përfitonin shumë nga këto familjet e reja ose njerëzit që janë me këto të ardhura, por që jetojnë në shtëpia me qera. Nuk kam se ta paguajnë qeran. Këtu kemi së problematika shtire, jo për qënë pesimist, por është dhe nën deklarimi i pagëve. Pra ti mund të kesh një pagë më të lartë, aty e ke deklaruar pagën minimale, sistemi atë të një. Dhe ti mund të përfitosh krahasimisht me një person tjetër i cili realisht e ka pagën minimale. Kështu që po ta vazhdojmë bisedën mund gjejmë shumë gjëra. Sistemi atë njëtës do ta bëjmë si bisedë. Prandaj them që. Pra mund të jetë, le të themi, dhe mund të përfitojnë ata cilët sot mund të jenë me paga të nëndeklaruara. Po. Që mund t'i përmbahen këtyre kritereve, ndërkohë që të ardhurat e tyre mujore janë më të larta, duke qenë se funksionojnë me dy borderot, pra një pjesë të pagës e marrin në dorë. Por kjo është ajo që të paktën kanë mundësi për të përballuar, për ta likuiduar dhe për të përballuar muajin. Do të jenë 1500 përfitues në këtë fazë, aplikant. Një nga vështirësitë që ka qenë pothuajse në programet të ngjashme, po edhe në këtë është informacioni një dhe aplikimi. Domethënë, shumë pak njerëz, për të qenë sinqert, një pjesë shumë e madhe nuk e din as se si të aplikojnë. Dhe shpeshherë i drejtohen individëve të cilët e kanë bërë më përpara. Këshilla ime është të shkojnë tek bashkia, sepse është ajo garantore aplikimet do të jenë online me Albania, po të marrin bazën e informacionit që duhet në bazë dhe të secilit aplikant. Sepse flasim për aplikantë ndryshëm, të ardhurave që kanë ato që i thamë pak më përpara, dhe të marrin informacion të saktë, sepse shpeshherë bëjnë aplikimin dhe thonë se nuk janë përzgjedhur, ndërkohë që aplikimi nuk është bërë i saktë. Kjo është një. Këtë radhë është ndryshe, sepse ti do e bësh aplikimin në Albania dhe normalisht nëse ti nuk plotson hapat e Albanias, aplikimi nuk merret. Po, sigurisht, edhe të marrë informacion. Në fazat e mëparshme ka qenë në Albania sepse është e integruar edhe me programin e banesave me kosto të ulët që menaxhohet nga enti kombëtar i banesave. Ndërkohë që pavarësisht se qëllimi është i njëjtë, pra edhe në atë program, edhe në këtë program, pra me kredit të butë, fakti që janë të integruara nuk ka qenë në më herët, pra që aplikimi të bëhet përmes Albania dhe të integrohet me programin e banesave me kosto të ulët. Kanë qenë dy programe të ndryshme, një program i cili mbështetet me fondet e buxhetit të shtetit dhe një tjetër me fondet e bashkisë, pra e pushtetit lokal. Integrimi nuk ka qenë më herët? Në dijenin tuaj? Ka qenë të integruara? Por si pjesë aplikime teknikisht. Në dijenin time aplikimet vjetë dhe vitet e mëparshme kanë qenë siç janë bërë gjithmonë fizikisht me dosje fizike. Shkojnë në sportet. Kanë qenë në bashki. Në bashki. Nuk kanë qenë përmes Albanias. Jo, nuk kanë qenë përmes. Ndërkohë që janë të integruar. Se praktikisht për thotë atë çfarë tha Dori, këtë radhë nuk është e vogël probabiliteti që ti të bësh gabime. Se do bësh aplikimin në Albania, nëse ti nuk plotson kriteret aty nuk merret aplikimi fare. Para se të bësh aplikimin, të merret baza e atyre që ti e përfiton apo jo, sepse pse është bërë te Albania këtë vit, për të shmangur pikërisht këto gjëra, të cilat ti i çoje dokumentat edhe prisje që të merrin telefon që ai ke. Po, jo mungon një letër, jo s'mungo. Në rastin konkret, aplikimi te Albania këtë të bën. Në momentin që ti nuk e plotson ose nuk i ke këto kushte, automatikisht ti nuk mund të vazhdosh për më shumë, pra për ta mbyllur gjithë procesin. Kurse në raste të tjera ti bëje aplikimin në sportel, i çoje dokumentat me dijenin tënde që çdo gjë ishte në rregull, i kishe plotësuar, dhe prisje të vinte përgjigje, dhe shpeshherë dhe nuk vinte përgjigje. Megjithatë, kjo fazë, pra që është e hapur deri më 19 maj, është vetëm aplikimi, shpreha e interesit për të qenë pjesë e programit. Faza e dytë do të nisë në një moment tjetër. Edhe është faza e dorëzimit të dokumentacionit. Ndoshta do duhen më pak dokumente, duke qenë se një pjesë gjenerohen automatikisht nga Albania. Në sistemi. Megjithatë, do ta vijojmë bisedën edhe në pjesën tjetër, do të na duhet të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi.